من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala I ka shkru caktimet edhe kaderet e robërve të tij, krijesave të tina, qysh para krijimit të qiejve dhe tokës. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Ne, më të vërtet, ne çdo send e kemi kriju me qadar, me caktim. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që Allah I ka shkru كتب الله مقادير الخلائق 50,000 عاما قبل خلق السماوات والأرض. Allah I ka shkru caktimet e krijesave tina, 50,000 vjet para se mi kriju qiejt dhe tokën. Por Allah subhanahu wa taala çdo vepër ton, çdo punë ton e ka shkru librin e tina, Lauhul Mahfuz, librin e ruajtur 50,000 vjet para se të krijohen qiejt dhe toka. Pastaj Allah subhanahu wa taala në këtë caktim tina ka bëjë që disa prej robërve të tij me qenë më të pasur, disa me qenë më të varfër, disa me qenë më të fuqishëm, disa me qenë më të dobët e kështu me radhë. Don ka bëjë dallim mes robërve të tij. Disa I ka avancuar më shumë, disa I ka lënë më poshtë. Krejt kjo si sprov për robët e tina. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka vet jetën edhe vet vdekjen e ka kriju që mi dallu ata që janë më punë mirë prej atyre që nuk bojnë vepra të mira. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah është ai I cili ka kriju jetën edhe vdekjen. Çka është qëllimi I krejt krijimit të jetës dhe vdekjes? Ai ka kriju shkelë shkopa pas një qëllim, thot që Allah subhanahu wa taala t'ju sprovoj juve cili prej juve është më vepër mirë. Cili prej juve është më punë mirë. Pastaj imani në këtë kader, në kaderën dhe në kadan, caktimin dhe vendimet e Allah subhanahu wa taala është shtyllë për shtyllave të imanit. Imani jot nuk vlen. Imani jot nuk është valid nëse ti nuk e beson kaderin e Allah subhanahu wa taala. Ti nuk je besimtar nëse nuk e beson këtë kader të Allah subhanahu wa taala. Prandaj çdo lëvizje apo çdo jo lëvizje që ekziston në tokë është me dëshirën edhe me krijimin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj do të ditur se kjo dunja, në cilën Allah subhanahu wa taala na ka kriju neve, është e mbushur. Hamdallah. Kjo dunja është e mbushur me gjëra që shpirti I njeriu t'i urren. Është e mbushur me sprova. Kjo dunja është e mbushur me sprova. Këtë jeta jote është e mbushur me sprova, me cilat Allah subhanahu wa taala I sprovon robët e tina. Vet natyra dunjas, cilën e ka kriju Allah subhanahu wa taala është vështirësi. Është dunja me cilën Allah subhanahu wa taala I sprovon robët e tina. Prandaj sprovat me cilat sprovohet robi, muslimanin apo edhe jo muslimanin këtë dunja, patjetër që patjetër që njeriu gjatë jetës së do të sprovohet. Allah subhanahu wa taala thot: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min ath-thamarati wal-anfus." Ne do t'ju sprovojmë juve. Kjo patjetër ka më ndodh. Patjetër Allah subhanahu wa taala ka më na sprovu neve. Ose me frikë, shkar në jetë, ose me uri, me varfri, ose me mangësin të pasurisë. Allah subhanahu wa taala I mangëson pasurinë e robëve të tij. Ose në mangësim të shpirtit. Dietar ka thonë mangësim të shpirtit, shpirt ravash qëllimi, ose që ta merr në tafërt, vdes dikush për afër tu, ose e merr në pjesë shëndetit ton. Allah subhanahu wa taala sprovon me smundje. Dhe patjetër kjo do ndodh. Allah subhanahu wa taala këto sprova I cakton për robët e tina. Që me dallu atë I cili është I sinqert prej atij I cili është jo I sinqert në imanin e tina. Por këtë Allah subhanahu wa taala thot: "E hasiben nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A kanë menduar njerëzit, a mos kanë llogarit njerëz që na
ata që thonë kena besu, kena milanë dhe s'kena misprovu. Ama kjo është sprova që Allah subhanahu wa taala e zbret robër e tij muslimanëve, është që me dallu ai i cili është besimtar për i sinqert në besimin e tij për atina i cili është jo i sinqert, ose i cili është rënasak në imanin e tij. Dhe shpirti jot si musliman, si besimtar nuk ka mundësi mu pastru, nuk ka mundësi me qenë shpirti i pastër pa ardhur sprova, pa sprovu me fatkeqësi, me sprova prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe me këto sprova, me këto bela, dallohen edhe shfaqen ata burra që janë tamam burra me iman edhe me besim sinqert. Po këtë arsye Ibn al-Jauzi rahimahullah thot: "Man arada an taduma lahu as-salama wal afiya min ghayri bala fa ma arafa at-taklif wa la adraka at-taslim." Ata i cili mendon që krejt jetën e tij na ka me kalu në selamet, ton pa kur far sprova, edhe duke qenë në të mira, thot ai nuk e ka kuptuar qëllimin që është robi i Allahut subhanahu wa taala. Don këtë qëllim nuk e ka kuptuar. Gjithashtu nuk e ka kuptuar qëllimin që është i ngarkum, është i obliguar me obligime prej Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk ka mundësi ti si robi i Allahut me kalu këtë jetë pas prova. Pra patjetër është që çdo shpirt me pas dhimbje gjatë jetës së ndonjëje. Pavarësisht është ky shpirt besimtar apo është pa besimtar. Pra jeta si jetë është ndërtuar për mbi vështirësi, është ndërtuar për mbi rreziqe dhe askush, asnjë njeri i mëshëm nuk mendon dhe nuk shpreson që ka me kalu këtë jetë, domethënë pas prova dhe pa fatkeqësi. Pastaj njeriu si njeri kur jeton këtë jetë, një kohë jeton një jetë rahatshme. Mirë po me herë pasoj jetë të rahatshme, pasoj jetë të qetë, vinë sprovat. Ademi alayhis salam ka qenë shumë njeri ngritur lart. Allah subhanahu wa taala ka ngrit lart. Ka bëu që krejt me laçet miron sejdë. Mirë po nuk ka shkuar në kohë e shkurt, për kësaj pozite kaq nalt, ka rënë pozitë ult e Allah subhanahu wa taala ka nxjerr prej xhenetit. On çfarë tregon kjo? Tregon që jeta e njeriu është kësaj. Që një kohë jeton një jetë mirë, jeton një jetë rahatshme, mirë po më herë pas asaj kohë shumë pas një kohë e shkurt kanë marrë sprova, kanë marrë fatkeqësi që ty kanë me tul edhe kanë me qit në pozitë tul. Pra vet belaja, sprova, çfarë do të thonë? Domthonë është e kundërta qëllimeve dhe dëshirave tua. Prandaj edhe quhet sprov, prandaj edhe quhet bela, quhet fatkeqësi. Pastaj besimtari në këtë dunjë sprovohet jo që mund të shku prej Allah subhanahu wa taala. Mirë po pastru. Besimtari në këtë dunjë sprovohet që mu pastru. Jo si ndeshkim prej Allah subhanahu wa taala. Pra besimtari vazhdimisht sprovohet. Ka sprova të mira, po ka sprova edhe në të këqija. Po këtë arsye Allah subhanahu wa taala thot: "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Na vazhdimisht i sprovojna me të mira edhe me të këqija. Domos provat janë edhe me të mira, me mirësi, me begati që t'jep Allah, mirë po janë edhe me të këqija. Çka është qëllimi i kësaj sprove? La'allahum yarji'un. Dashka ata kthehen edhe i kthejnë rrugës Allahut, ai kthejnë Allah subhanahu wa taala. Pastaj ti nuk e din si njeri, si besimtar, nuk e din ajo e mirë që ta ka thënë Allah, a është në sens e mirë për ty apo është sharr për ty. Ose ajo atë keqe që Allah subhanahu wa taala të ka sprovuar me ty, a është e keqe për ty apo është hajër për ty. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thot: "Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." Ka gjëra që ju i doni, i dëshironi mirë, po në sens ajo është sharr për ju, është e keqe për ju. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. E ka gjëra që ju i urreni, mirë po ato janë të mira për ju. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din, e ju nuk e dini. Tonë Allahu e din që kur të sprovon me një të keqe, në të keqe ka hajër për ty. Edhe e din që nëse të sprovon me një të mirë, ka mundësi që në të mirë me kanë sharr për ty. Prandaj ti si besimtar duhet me përgatit veten tënde, shpirtin tënd për sprovat që vijnë në vijim të jetës tënde. Pa dyshim që kemë pas sprova gjatë jetës tonë. Mirë po ti duhet me përgatit shpirtin tënd, veten tënde për këto sprova, që kur të vjen sprova me qenë më e lehtë për ty. Pse se ti ke përgatit më herët veten tënde, edhe ke ditë që një ditë ke mos provu nga ana Allahut
subhanahu wa ta'ala. Prandaj kur ndodhin sprovat, mos u dëshpëro, edhe mos u demoralizo. Sepse çdo sprovë e ka një kohë caktuar dhe padyshim që ka me kalu. Çdo sprovë Allah subhanahu wa ta'ala e kalon vetëm një kohë caktuar, nuk zgjat për gjithmonë. Edhe padyshim që ajo sprovë ka me kalu. Prandaj ti si besimtar nuk lejohet që për shkak të sprovës mu hidhru. Edhe me nxjerr fjalë prej gojës tonë që nuk i takojnë besimtarit. Për arsye se pejgamberi sa ka treguar që ndoshta një fjalë që e thot njeriu është shkak që ajo fjalë me hudh në zjarrin e xhenemit. Për këtë arsye besimtari kur të ndodhin sprovat, besimtari që është i vendosur, është i përgatitur. Edhe është i fortë në sprovat e mëdha. Pavarësisht se është sprova e madhe, ai është i përgatitur, është i fortë. Besimtari që është i sinqert në imanin e tij. Prandaj zemra e tij kur nuk ndryshon, pavarësisht çfarë sprove, me çfarë sprove godet Allah subhanahu wa taala. Edhe gjuha e tij kur nuk nxjerr fjalë të këqija në kohën ose fjalë që nuk i takojnë besimtarit në kohën kur Allah subhanahu wa taala e sprovon me këto sprova. Pastaj ti kur Allah subhanahu wa taala sprovon me fatkeqësi ose me sprovat e tina, bëni më atleta, lehtësoj këto sprova, lehtësoja vetes tonë, duke menduar shpërblimin e madh që Allah subhanahu wa taala i ka premtuar atyre që bojnë sabër, atyre që bojnë durim gjatë sprovave. Alayhi salam. Pastaj duhet ditur se mshefja e sprovave, Allah nëse ty sprovon me diçka, edhe te msheh këtë sprovë. Nuk ja tregon tjerëve, kjo është për virtyteve të burrave të mëj. Kjo është për virtyteve të besimtarëve të sinqert. Me mshef sprovën edhe mos më ja tregu tjerëve. Edhe ne e shohim vazhdimisht, edhe gjatë gjithë historisë, edhe tash e dëshmojmë që ata të cilët janë shkatruar, domethënë qëllimi që janë shkatruar shpirtërisht, kur ju kanë ndodhur provat atyre, kur ju kanë zbrisur provat atyre, subhanahu wa taala kanë qenë ata njerëz cilët nuk kanë qenë vendosur. Ata njerëz cilët nuk kanë pas iman të fortë. Ata njerëz cilët kur i kanë ndodhur prova, janë demoralizuar, janë të shfruar. Prandaj shohim që ata vazhdimisht kanë qenë njerëz shkatruar. Kurse besimtarët që kanë pas besimin e fortë, besimin e vendosur, besimin e sinqert, kur kanë ndodhur provat, prej provës kanë dalë edhe më të fortë se që kanë qenë para provës. Këtë arsye Allah subhanahu wa taala tregon edhe ti, nëse do m'ia lecu vetes tonë provën, atëherë kujtohesh shpërblimin të madh që Allah subhanahu wa taala i ka përgatitur durimtarëve. Allah subhanahu wa taala thot: "Walladhina walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Edhe kena më dhënë shpërblim të madh atyre që kanë bë sabër, që kanë bë durim me veprat e tyre më të mira. Edhe Allah subhanahu wa taala ka treguar që ata që bojnë durim, shpërblimi i tyre do fishohet, apo shpërblimi i tyre shumë fishohet. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thot: "Ulaika yu'tuna ajrahum marratayn bima sabaru." Atyre që bojnë sabër, që bojnë durim, kam i dhënë shpërblimi 2 fish. Apo kam i dhënë shpërblimi edhe shumë fish. Në ajet tjetër Allah subhanahu wa taala tregon se durimtarët kanë shpërblim pa kufi. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thot: "Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab." Më të vërtetë durimtarëve kam i dhënë shpërblim pa llogari. Kur Allah nuk e llogarit, pa kufi kam i dhënë shpërblim atyre që bojnë durim gjatë provave. Pastaj Allah subhanahu wa taala ju ndihmon edhe është me besimtarët. Allah subhanahu wa taala është zbashku me ata që bojnë durim, edhe ju ndihmon, edhe i largon aty në fatkeqësitë dhe vështirësitë që ju ndodhin gjatë provave. Inna Allaha ma'as sabirin. Më të vërtetë Allah është me besimtarët. Qëllimi i ajetit ku thotë që është me durimtarët, qëllimi është që ju ndihmon atyre. Ai nxjerr ata prej krizave, nxjerr ata prej fatkeqësive që ju ndodhin. Prandaj ti duhet me ditë se nëse Zoti yt, Allah subhanahu wa taala ta ka ndaluar ty një të mirë, ta ka ndaluar për më të dhënë të mirë edhe më të madhe në ditën e Kiametit, në xhenet. Nëse Allah subhanahu wa taala ta ka zbrit ty një bela, e ka zbrit atë bela që ti me kon në selamet. Ti me kon i shëndosh. Edhe pse ti e konsideron ato si bela.
Allah subhanahu wa taala të ka sprovu ty me një sprovë me qëllim që me të pastru ty. Pra Allah subhanahu wa taala i sprovon njerëz me të mira, mirë po edhe i ndëshkon, i sprovon njerëz me të mira, mirë po edhe i ndëshkon me të këqija. Prandaj ti si besimtar nuk do të me humb kohën tënde me lyp ata që nuk ta ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Për arsye se ajo që nuk ka caktuar Allah subhanahu wa taala me ndodh ty nuk ka mundësi kur me ndodh. S'ki mundësi kur me arrit ato që Allah subhanahu wa taala nuk ta ka caktuar. Mirë po te kohën tënde do të me kalu në këto momente do të me angazhu veten tënde në ato që është hajër për ty, çka është e mirë për ty. Pra, nëse ke bëjë gjëna mu pendu për atij gjënaje. Nëse e ke pas një gabim, një sjellje jo të mirë gjatë jetës tane si musliman me përmirësua sjellje. Nëse ke bëjë gjënaje, atëherë me trokit te dera pendimit, te dera Allah subhanahu wa taala dhe me kërku falje prej tij. Edhe me ditë që nëse Allah subhanahu wa taala ta ka ndalu ty një rrezik, apo ta ka ndalu një rrugë për fitimin e një rreziku, për fitimin e një pasurie, atëherë gjithçysh me kanë bindur që Allah subhanahu wa taala ka më ta sjell ty një rrugë tjetër prej nga që më arriti një rrezik apo një pasuri edhe më të madhe. Edhe me ditë që çdo krijesë e ka rrezikun e caktuar. Prandaj derisa ti je të gjallë, edhe rrezikun e ke caktuar. Pra mos u mundo me arrit rrezikun me diçka që është haram. Apo mos u mundo me arrit rrezik më shumë se aq. Edhe dije se nuk i mundsi me arrit me pas rrezik më shumë vetëm aq sa të ka caktuar Allah subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin illa fil ardi illa ala Allahi rizquha. Çdo krijesë që është në tokë, Allah ja ka caktuar rrezikun e saj. Prandaj derisa ti je gjallë te e ke edhe rrezikun tënd. Në momentin që ndërprehet rreziku, në atë moment edhe kimë vdek. Pastaj duhet ditur se Allah subhanahu wa taala i sprovon robët e tina, i sprovon besimtarët që mi ngrit ata besimtarë që janë sinqert. Ata besimtarë që janë zgjedhur te Allah subhanahu wa taala. Edhe me jau rrit shpërblimin, me jau shumëfishu shpërblimin atyre punë mirëve, vepër mirëve. Për këtë arsye ka në hadithin Said ibn Abi Waqasit, i cili thot: Qultu li nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, ayu nas yashaddu balan. Thot e kum pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cili njerëz provohet më shumë te këtë dunjë. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? El anbiya. Më shumë të që provohen këtë dunjë janë pejgamberët, të dërguarit e Allahut alayhimus salatu wassalam. Pastaj çka thot? Thumma salihun. Pastaj njerëzit më të mirë që janë, njerëzit që janë vepër mirë. Thumma al-amthal fal-amthal. Pastaj thot kështu vazhdon, edhe sprovohen njerëz që janë më të mirë, pastaj ata që janë më pak të mirë, kështu me radhë deri në fund. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Njeriu sprovohet në bazë të fesë tina. Në bazë të fesë, çfarë feje ka ai sprovohet? Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi. Nëse në fenë e tina është i fortë, atëherë i shtohet belaja, i shtohet sprova. Wa in kana fi dinihi riqatun khuffifa anhu. Nëse në fenë e tina është feja tina nuk është i fortë, domthonë është i lehtë, që shkon në hadith, domthonë ka lehtësi, nuk është i fortë në fenë e tina, atëherë thotë edhe Allah ja leson sprovat. Yahmukallah. Wa ma yazalu al-bala'u 'ala al-mu'mini hatta yamshi 'ala al-ardi 'ala wajhi al-ardi wa laysa alayhi khati'a. Thotë edhe vazhdimisht Allah sprovon besimtarin e mirë derisa vjen një kohë kur ai es në tokë edhe nuk ka kur fal gjinoje. Don Allah subhanahu wa taala pastron me pikë gjinove për shkak të këtyre sprovave edhe për shkak të imanit sinqert që e ka pas. Pra, rruga e sprovës është një kalim i vështirë. Don është sprovu Ademi edhe është lodh prej sprovës edhe ka rënë sprovë. Është sprovu edhe Ibrahim alayhis salam edhe është hedh në zjarr prej mushrikëve. Rruga e sprovës ka qenë shkak që Ismaili mushtri edhe me pranu që baba i tij na Ibrahimi me therr, më bë kurban për jetë Allah subhanahu wa taala. Rruga e sprovës ka bërë që Ejubi alayhis salam e pas smundje të mëdha dhe dhimbje të mëdha që njeriu normal nuk mundet me përballu aty. Mirë po ai ka qenë pejgamber, ka qenë prej njerëzve më të mirë. Për këtë arsye ka qenë sprova për të më e madhe. Rruga e sprovës ka qenë shkak që Yunusi alayhis salam
me përbi peshku. Rruga sprovës ka qenë shkak që Jusufi alayhis salam spari munda prej familjes tina, mu hedh në grop, e pastaj edhe mu ju bo padrejtësi edhe me ranë burg për shkak shpifjes edhe padrejtësisë që ja kanë bo si zinaqar. Rruga sprovës ka bo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas provat maja gjatë jetës tina. Kjo do të thotë se ti, si pasuesi këtyre pejgamberëve, si musliman, pa tjetër kemi kalu në rrugës tyne. Pa tjetër kemi me kalu në për këtë rrugë, e që është që Allah subhanahu wa taala ka me sprovu me sprovat e tina. Edhe dunjaja, asnjë person nuk e ka arrit kënaqësinë maksimale apo kënaqësinë e përsosur në këtë dunjë. Edhe pse nashta i ka arrit këto qëllimet e veta, por prap ka pas sprova. Pastaj çdo njeri do sprovohet. Pavarësisht a ka të mira në këtë dunjë apo nuk ka në dunjë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ati që ja don Allahu të mirën, e sprovon. Prandaj mos i merr sprovat me të cilat sprovon Allah subhanahu wa taala si diçka që Allah ka dashur me ndëshku ty. Mirë po ato janë edhe tregojnë që Allah po don ty, Allah po ta don hajrin, po ta don të mirën, po don të mirën për ty. Pastaj disa prej dietarëve kanë thonë, man khalaqahu Allahu lil janna lam yazal ta'tihi al makari. Atë cilën e ka kriju Allahu për xhenet, vazhdimisht i vijnë sprovat, vazhdimisht i vijnë gjërat që ai urrejn. Mirë po pse? Se Allah subhanahu wa taala atë person e ka kriju për xhenet. Pra nëse ti shtohen sprovat, atëherë kjo është një shenjë shumë e mirë që Allah subhanahu wa taala po don ty, edhe kjo është një shenjë shumë e mirë që ti je prej besimtarëve të mirë. Do të ditur se sprova që e meriton mu shujt sprov është sprova në fe. Prandaj që sprovohen në fenë e tina, ai ka meritu mu shujt edhe më thonë që Allah ka sprovu. Mirë, po sprova tjera, sprovat e dunjas, to në realitet nuk janë sprova, edhe nuk e meritojnë mu shujt, në sens nuk meritojnë mu shujt sprova. Kto janë vetëm shpëtim për ty. Po sprovat që Allah subhanahu wa taala sprovon këtë dunja, janë sprova me të cilat Allah subhanahu wa taala ti ngrit ty shkallën në xhenet, gradën në xhenet. Janë sprova që Allah subhanahu wa taala ti lën gjunahet e tua, ti fshin gjunahet e tua për shkak të këtyre sprova. Atëherë kjo nuk meriton më shpejt sprova. Kjo është diçka e mirë për ty. Kjo është diçka shpëtim për ty. Kurse sprova që meriton më shpejt sprova është sprova atyre që sprovojnë në fe. Domethënë ata të cilët kanë fut bidat dhe kanë fut risin fenë e tyre. Ata meritojnë më shpejt që Allah i ka sprovu tamam, edhe sprova tyre është hak. Pastaj çdo të mirë që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë një personi, njeriu, edhe ai nuk e shfryzon këtë mirë që më arrit kënaqësinë e Allahut, atëherë kjo e mirë për të është sprovë. Nuk është më mirësi, nuk është diçka e mirë. Kurse ai i cili nuk shpreson shpërblimin e Allah subhanahu wa taala, kur të sprovon Allah me një fatkeqësi, atëherë ai e ka merituar më shumë se njeriu i sprovuar. Ai i cili nuk shpreson shpërblimin e Allah subhanahu wa taala, edhe Allah ja bën haram shpërblimin për shkak jo sabrit, për shkak jo durimit tina. Prandaj mos u dëshpëro, edhe mos u demoralizoni se të ka ik diçka prej kësaj dunjaje. Nëse të ka ik një e mirë që ke shpesuar me arrit edhe nuk e ka arrit këtë dunjë, në jetën e kësaj dunjaje. Për arsye se kjo dunjë, sprovat e kësaj dunjaje janë vetëm ngjarje që kalojnë. Nuk kanë me ekzistuar për gjithmonë. Ashtu që është dunjaja kalimtare. Fjalët që folën këtë dunjë ose ajgaret edhe fjalë që folën në këtë dunjë janë vetëm dëshpërime. Kurse rrugët e kësaj dunjaje janë vetëm demoralizime. Prandaj mos u dëshpëro nëse ty të ka ikë një e mirë apo një qëllim që ke pas me arrit në këtë dunjë. Pastaj njerëz në këtë dunjë janë dëshkum. Po qëllimi është atyre njerëzve që nuk janë besimtarë sinqert. Vazhdimisht ndëshkojnë edhe ndëron këtë dunjë. E çysh është ndëshkimi i tyre? Sipas kujdesit edhe qëllimit tyre që kanë për këtë dunjë. Sa më shumë që ai e ka qëllim këtë dunjë dhe harron ahiretin, ndëshkimi për të është më i madh. Sa më pak që e ka qëllim këtë dunjë, edhe qëllimi i tij më shumë është ka ahireti, atëherë edhe ndëshkimi
i tina është ma i vogël. Prandaj dhimbt reale, edhe sprovat reale të kësaj dunja rrjedhin edhe lindin prej kënaqësive të kësaj dunjaje. Don dhimbt reale rrjedhin prej kënaqësive të kësaj dunjaje. Edhe dëshmimet që meritojnë më quajtur si dëshmime lindin kësaj dunjaje lindin prej gëzimit të kësaj dunjaje. Prandaj nëse e shet një person që po gëzohet për shkak të kësaj dunjaje, që e ka rrit këtë dunja atë dije që ai në esencën e tij, në zemrën e tij, në shpirtin e tij është njeriu i dëshpëruar. Për këtë arsye thotë Abu Dardaja radhiyallahu anhu, min hawani dunya ala Allah an la yu'sa illa fiha wa la yunalu ma 'indahu illa bi tarkiha. Thotë ajo shenja që tregon që dunjaja është e ulët te Allah subhanahu wa taala, është diçka e nënçmuar, është se Allahut nuk i bëhet gjuna tjetër kon veç se këtë dunjë. Edhe nuk arrihet xheneti, nuk arrihet shpërblimi te Allah subhanahu wa taala veç se duke e lënë këtë dunjë. Don kjo tregon se dunjaja është diçka e ulët, diçka e poshtër që Allah subhanahu wa taala nuk e don. Prandaj ti si besimtar, domethënë e ki mos u dëshpon, mos u angazho veten tënde me arrit atë që të ka ikë për kësaj dunjaje. Mirë po angazho veten tënde me përmirësu një gabim që ka pas kaluar, u pendu tek Allah subhanahu wa taala, edhe dije binde veten tënde që ajo sprovë që të ka ndodhur shumë shpejt edhe do të kaloj. Prandaj kur vjen çasti edhe momenti i rahatis, veç se pasi që të kalon sprova. Kur vjen çasti që ti ke mendjen vetën rahat, pasi që të kalon sprova. Apo kur vjen koha e mëngjesit, pasi që të kalon nata. Sa më shumë që nata afrohet ka mëngjesi, aq më errët është. Për këtë arsye sa më shumë që ty sprovon Allah subhanahu wa taala, atë kalimi i kësaj sprove është më afër. Ashtu që është afër mëngjesi pas kalimit edhe ka fundi i natës. Prandaj ktheja shpinën krejt atyre njerëzve që e kanë qëllim këtë dunja, do të jesh më i pasur i tyne, do të i pasur në zemrën tënde. Edhe mos u dëshpëro, mos u demoralizo, mirë po përkujtoj të mirat e shumta tjera që të ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Edhe këtë dëshpërim, nëse ndodh që ti mu dëshpëro, pas provat të Allah subhanahu wa taala, largo me kënaqësinë në provat të Allah subhanahu wa taala. Nëse Allah sprovon diçka, atë kënaqem me atë sprovë. Jo vetëm me bë sabër, jo vetëm me duru, në sprovë mirë po me kanë edhe i kënaqur që Allah subhanahu wa taala e ka caktuar sprovë për ty. Këtë mënyrë të e largon dëshpërimin e demoralizimin pas sprovave. Pastaj dietar thonë që nuk ai i cili u mbështet te Allah subhanahu wa taala nuk e arrin, nuk ka mundësi me arrit largimin e sprovës, daljen prej sprovës, shpëtimin prej sprovës vetëm pasi që të shijon gotën e durimit gjatë sprovës. Derisa të shijon atë durimin edhe sprovën, kulminacionin e sprovës. Edhe dietar thonë që nuk ka mundësi që ty me ndodh dy sprova, një pasëshë veç se ka më ardh shpëtimi prej asaj sprove, prej atyre sprove. Edhe argument për këtë është ngjarja me Jakubin alayhis salam. Kur spari, Allah subhanahu wa taala ja ka largu Jusufin, edhe nuk e ka ditë a gjallë apo është i vdekur. Nuk e ka u shpresën te Allah subhanahu. Mas do viteve, kanë kalu vite gjata, mas shumë viteve, ja ka marrë edhe djalin tjetër. Unë ju kam bot dy sprova, dy djem Allah subhanahu wa taala i ka largu prej tina, edhe nuk e ka ditë asnjëri prej tyre, a është gjallë apo nuk ka gjallë. Mirë po ai nuk e ka u shpresën te Allah subhanahu. Ka bë durim edhe ka shpresuar që Allahu ka më kthy dy këta djem. Edhe ashtu ka ndodhur vërtet. Asallahu an ya'tiyani bihim jamia. Sa do unë shpresoj që Allahu fa sabrun jamil kur i kanë treguar që edhe djali tjetër ka hub, është dënuar me burg, ka thonë unë bëj sabër, bëj durim te Allah subhanahu wa taala se durimi është sa i mirë, është gjë e bukur. Edhe çka ka thonë, plus përveç që bëj durim, shpresoj që Allah subhanahu wa taala mu mi pru dit këta djem, mu mi sjell dit këta djem, edhe Jusufin edhe djalin tjetër. Edhe si rezultat, edhe si shpërblim këtij durimi dhe kësaj shpresë Allah subhanahu wa taala
e ka shpërbly Jakubin alayhis salam edhe ja ka sjell të dy djemt. Pra, nuk ka mundësi që më ndodh dy sprova veç se ka marrë lehtësimi edhe ka marrë shpërblimi për Allah subhanahu wa taala. Pastaj prej sprovave që ne si besimtar sprovojmë këtë dunja është sprovat që i vinë besimtarëve për armiqve të kësaj feje. Kurthat e armiqve. Që Allah subhanahu wa taala i ka cilësuar këto kurtha për shkak që janë kurtha të mëdha, edhe janë kurtha aq dinake ka thonë për këtyre kurthave edhe kodra lëvizin. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa qad makaru makrahum wa 'inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal." Thot ata armiqt të ju vazhdimisht bojnë kurtha. Edhe pse kurthat e tyre janë te Allah, Allah i din ato kurtha. E din edhe ja u kthen. Thot edhe kurthat e tyre janë aq të mëdha sa që edhe kodra lëvizin. Von kurthat që armiqt ja bojnë pjesëtarëve të saj feje, pjesëtarë besimtarëve të sinqert, janë aq të vështira, aq të mëdha sa që edhe kodrat lëvizin prej vendit. E për kurtha më të mëdha që armiqt ja bojnë besimtarëve, është kurtha që ata vazhdimisht tentojnë që besimtarët mi kthy prej fesë tyre. Vazhdimisht tentojnë që besimtarët mi deviju prej muslimanët, mi deviju prej fesë tyre. Wadda kathiru min ahli al-kitabi law yaruddunakum an dinikum in istata'u. Thot kanë shpresu shumë prej atyre, prej pasuesve të librit që më ju kthy juve prej fesë juve nëse munden. Hasadan min 'inda anfusihim. Për shkak të zilisë që e kanë. Ju mënu më ju kthy juve qafira më jo. Wadda kathiru min ahli al-kitabi law yaruddunakum kuffaran hasadan min 'inda anfusihim. Shpresojnë, vazhdimisht shpresojnë ata pasues të librit që juve më ju kthy, më ju bë qafira për shkak të zilisë që e kanë zemrën e tyre. Më ju bë juve pa besimtar. Edhe kjo thot pasi që ju ka bërë qartë aty në haku. Pasi që e kanë ditë që ky pejgamber, ky Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit, është pejgamberi i vërtet. Edhe libri i tij është libri i vërtet, prapa ata vazhdimisht tentojnë edhe bojnë kurtha që besimtarët mi deviju prej rrugës tyre. Mirë po Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë besimtarin një premtim. Edhe Allah subhanahu wa taala nuk e thon premtimin e tij. Çish ka ardhur shumë ajete. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad." Kjo është premtimi i Allahut, edhe Allah nuk e thon premtimin e tij. Wa lan yukhlifu Allahu wa'da. Allah nuk e thon premtimin e tij. Wa lan yukhlifu Allahu ahda. Allah nuk e kundërshton fjalën e tij që e ka dhënë. Ton premtimin që ka dhënë besimtarëve Allah nuk e thon. E cili është ky premtim? Është premtimi që Allah subhanahu wa taala ka dhënë pejgamberit e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që kjo fe ka më kanë feja më e lartë. Kjo fe ka më kanë feja triumfuese. Kjo fe ka më kanë feja ngallëse, vazhdimisht. Ka më kanë feja më ngritun deri në ditën e Kiametit. Pavarësisht armiqve të saj feje, pavarësisht atyre që ja kanë inati as nuk e doin këtë fe. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thot: "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli." Allah është ai i cili ka dërguar pejgamberin e tij, të dërguarin e tij me udhëzim, edhe me fe drejt, me fe që është hak, që atë fe me bë më të lartën, ajo fe me qenë më ngallëse. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Inna Allaha zawa li al-ard." Allahu më ka bashku mu krejt tokën. Fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Edhe kom pa lindjen edhe perëndimin e tokës. Wa inna ummati sayablughu mulkuhu ma zuja li min al-ard. Edhe thot sundimi i umetit tim ka më arrit deri aty ku Allah subhanahu wa taala më ka bashku mu tokën. Ta deri në lindje dhe deri në perëndim ka më arrit sundimi i kësaj feje. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "La yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wa an-nahar." Kjo fe do të arrijë deri aty ku ka arrit nata dhe dita. La yatruku Allahu bayta madrin wa la wabrin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din. Allah nuk ka më lënë asnjë shtëpi, pavarësisht është ndërtuar prej gurve apo prej lloçit, pavarësisht është ndërtuar prej
prej leshet, domethënë pavarësisht është shtëpi e fortë që qëndron në mure, pavarësisht është shtëpi shatar, është shtëpi si çadër, domethënë që kanë ku jetojnë beduint. Në çdo shtëpi Allah subhanahu wa taala ka më fut, ka marr kohë ku ka më fut këtë fe. Bi izzi azizin au bi dhulli dhalil. Me krenarin e krenarve, do muslimanëve, apo me nënshtrimin, me poshtrimin e poshtrues atyre që Allah i poshtron domethënë kafira. Izzan yu'izzullahu bihi al-islam. Me krenari që Allah subhanahu wa taala, me një thot Allah subhanahu wa taala këtë fe, ka me fund çdo shtëpi me krenarin me cilën Allah subhanahu wa taala e bën këtë fe edhe pjesëtarët e saj në krenar. Dhullan yudhillu Allahu bil kufr, ose me poshtërsi me cilën Allah subhanahu wa taala i poshtron kafirat, ai i poshtron pa besimtarët. Pra besimtari që është i sinqert, besimtari që ka imanin e fortë, është i bindun, edhe do ta bind veten që kjo fe është feja më e lartë. Që kjo fe është feja më ngadhnyse. Edhe do të jetë i bindun këtë premtim të Allah subhanahu wa taala. Kurse ata që dyshojnë këtë premtim janë munafiqat. Çka nga thonë ata? Idh yaqulu al-munafiquna wa idh yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu ila ghurura. Thotë edhe për kujto kur thanë munafiqat, edhe ata që në zemrat e tyre kanë smundje, nuk na ka premtuar neve Allah dhe pejgamberi son kur gjë se mashtrim. Ata që thonë, që mendojnë që kjo fe është më e ulta, ose kjo fe është më në shtrumja, në këtë kohë, tonë ata janë prej munafikave. Kurse besimtari i sinqert është i bindun në këtë premtim të Allah subhanahu wa taala. Edhe në këtë paralajmërim që Allah subhanahu wa taala ka bë, edhe që ka thonë që ka më ngrit çështjen e kësaj feje, edhe kjo fe ka më kon feja më e lartë. Edhe besimtari vërtet vazhdimisht e ka ditë që kjo fe ka qenë feja më e lartë prej kohës kur thirrsi i saj ka qenë vetëm një, vetëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E vazhdimisht kjo fe ka vazhdu duke u ngrit lart. Kurse çdo fe tjetër ka shku duke u poshtruar, duke ra poshtë. Pra, ti si besimtar do të me bind veten tënde që kjo fe është feja më e lartë, kjo fe është feja më e ngritur. Edhe në ditët e dobësisë. Edhe në ditët kur muslimanët janë dopt, kur muslimanët janë në shtrum. Edhe në kohët kur ndodhin sprova të shumta, armiqësi shumta që i bën Islamit, prapë Islami është feja më e ngritur. Prapë Islami është feja më e lartë. Ka mundësi që muslimanët mund në shtru, mirë po Islami me qenë feja më e ngritur. Prandaj e shohim se çdo herë që ka ndodhur sprova, çdo herë që ka ndodhur lufta, çdo herë që ka ndodhur armiqësi muslimanëve në këtë kohë, pasi që ka kalu kjo sprova, pasi që ka kalu kjo fitnë, është largu plohën e kësaj fitnë e gjejmë se numri i muslimanëve që ushtu më shumë. Edhe një numër i madh pa besimtarëve është kthyer në Islam. Don kjo tregon që kjo fe edhe në kohën e dobësisë, edhe në kohën kur muslimanët janë më të nështrum, kjo fe është më e larta. Edhe kjo fe është më ngallënyse, dhe çdo fe tjetër është më e ulta dhe më e nënçmuar. Pastaj Allah subhanahu wa taala çka ju ka thonë besimtarëve në luftën e Uhudit, luftën kur besimtarët ju kanë ndodhur sprova e madhe, kur ka ndodhur vrasje e madhe në mesin e ushtrisë muslimane, ju plagos gjithashtu një numër i madh. Po çka është më rëndësi, u plagos vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njëri më i dashur te Allah. Është plagos, ka rënë në grop, i ka thy disa prej dhëmbëve të tij. Çka ka thonë Allah subhanahu wa taala? Don kanë qenë pozitë e ult. Muslimanët kanë qenë në shtrum. Por çka ka thonë Allah subhanahu wa taala? Wala tahinu wala tahzanu wa antum al'aluna in kuntum mu'minin. As mos u lëkshtoni para armikut. As mos u dëshproni. Kurse ju në fakt jeni më të lartit. Edhe pse ju ka ndodhur kjo sprova, edhe pse ju ka ndodhur kjo mundje, kjo humbje për armikut, prapë ju jeni më të lartit. Nëse jeni besimtar. Nëse je besimtar, di edhe i bindun që edhe në kohët e sprovave, edhe në kohët e armiqësive shumë të ti je më i lartë, ti je më i ngritur. Pra imani, si iman, besimi si besim, ngritja tina dhe lartësimi tina nuk varet me humbja apo me psime, pavarësisht a është ky psim në betejë, prej betejë ushtarake, apo është psim në përparim, në teknologji, në arritjen e mjeteve, në arritjen e teknologjisë, mjeteve tjera soj dunjaje, imani, lartësia tina varet
nuk varet prej materjes, mirë po varet se sa është e vendosur në zemrat e besimtarëve. Prandaj edhe kjo fe, lartësia e saj na varet vetëm në bazë të imanit edhe besimit që është në zemrat e pasuesve të saj. Pastaj Allah subhanahu wa taala kur t'i sprovon muslimanët, kur t'i sprovon besimtar me dobësi ose me nënshtrim, me poshtrim para qafirave, Allah subhanahu wa taala këtë sprov e bën për një urtësi të përsosur, për një qëllim edhe për objektiva shumë të larta, për një qëllim shumë të lartë. Ajo është që Allah subhanahu wa taala me dallu ai që është i mirë për besimtarëve pe atij i cili është jo i mirë ose që është ka një fak në zemrën e tina. Edhe kjo nuk mundet më arrit ndryshe vetëm se në këtë rrugë. Don kur Allah me sprovën që Allah subhanahu wa taala ja bën besimtarëve me dobësi apo me nënshtrim prej shafirave. Nuk ka mundësi që më arrit kush është besimtar i mirë, kush nuk ka besimtar i mirë përveç se në këtë rrugë. Pra kjo është një urtësi shumë e madhe, edhe është një qëllim shumë i lartë që Allah subhanahu wa taala e ka si qëllim me sprovën me dobësinë kur ai sprovon muslimanët. Pra sprovat, to sprova që Allah subhanahu wa taala i sprovon besimtarët janë ligji i Allahut. Është ligji i Allahut te robët e tina. Pavarësisht a janë këta rob besimtar apo janë pavarësisht a janë këta rob për miqve tina apo janë prej armiqve të Allahut subhanahu. Është ligji i Allahut që Allah më sprovu robët e tina me dobësi edhe me nënshtrim apo me poshtrim. Krejt kjo domosdoshmë që mund dallu i miri për keqet. Për këtë Allah subhanahu wa taala çka thot? Zalika walau yasha'u Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Sikur të kish dashur Allahu juve ju kish ndihmuar dhe i kishin mbujt krejt shafirat. Mirë, po çka Allah thot dëshiron që mi sprovu me njëri tjetrin. Allah dëshiron që juve mi sprovu me njëri tjetrin. Po këto sprova që Allah subhanahu wa taala ja dërgon besimtarëve. Këtë poshtrim, këtë nënshtrim që Allah subhanahu wa taala ja ka dërguar besimtarëve, sidomos këtë kohë, nga ana e shafirave, domethënë aty ka urtësi shumë të mëdha. E disa prej këtyre urtësive Allah subhanahu wa taala i përmend surën Ali Imran ku thot: "Wa ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib." Thot Allah nuk i lën besimtarët në gjendjen që janë. Kur nuk i lën Allah besimtarët në gjendjen që janë. Mirë, po vazhdimisht të sprovon. Për çfarë arsye? Li yamiz al-khabitha min at-tayyib. Që të dalloj atë besimtar që ka një fak në zemrën e tina, që ka smundjen e tina, edhe atë besimtar i cili është besimtar i mirë dhe që është i sinqert besimin e tina. Wa ma kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi ma yasha. Pra gjithashtu Allah subhanahu wa taala nuk e ka bërë që ju me ditë të ardhmen. Nuk ja ka shfaqur juve të ardhmen me ditë pse Allah subhanahu wa taala po ju sprovon me këto. Mirë, po çka thot Allah zgjedh prej të dërguar atij atë që don. E çka është obligim si ju si besimtar gjatë këtyre sprovave, çka më bë? Fa aminu billahi wa rusulihi. Besoni në Allahun dhe të dërguarit e tij. Besoni në Allahun dhe të dërguarit e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj prej ligjit të Allahut subhanahu wa taala në këto sprova ose në këto gjendje kur është ligji i Allahut që këto sprova dhe këto kohë të vështira kur të vinë muslimanëve mos më zgjat për gjithmonë. Mos më zgjat për një kohë pafundme. Mirë, po këto sprova kanë kohë caktuar. Edhe kjo gjendje e rënë e muslimanëve e ka një kohë kur do të vijë momenti kur kjo gjendje do të kalojë. Edhe kjo gjendje do të përfundojë. Kjo është ligji i Allahut subhanahu wa taala që ka vendosur në gjithësi, kozmosin e tina. Që çdo sprovë që ndodh me pas kohën e vet, çdo vështirësi që vjen me pas kohën e vet, kur edhe ka me përfundu. O tilka al-ayamu nudawiluha bayna an-nas. Këto janë ditë, tonë ligjet e Allahut subhanahu wa taala që i ka vendosur në mesin e njerëzve. Mirë po, domthon ashtu që shkalojnë ditë, kalojnë edhe këto sprova. Pra na si besimtar, edhe njerëz përgjithësi, vazhdimisht gjatë jetës tyre kalojnë në kohë që janë vështirësi, pastaj pas tyre vijnë lehtësimi. Kohë ku ka begati, ka të mira, mirësi prej Allah subhanahu wa taala, kohë kur vijnë fatkeqësit, kur vijnë sprovat e Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye, Allah subhanahu wa taala thot: wa in yamsaskum qarhun faqad massa al-qawma qarhun mithluhu. Nëse juve
ju godet një plagë, do një vështirësi, atëherë dini që edhe ata armisht i ka goditur e njëjta vështirësi. Do kjo ka qenë luftën e Bedrit. Nëse në luftën e Uhudit, do muslimanët ju godit me plaga me vështirësinë luftën e Uhudit, mirëpo dine që edhe armisht në luftën e Bedrit ju godit njëjtë, Allah i ka sprovu njëjtë me atë që ju sprovon juve tash. Wa tilka al-ayamu nudawiluha bayna nas. Këto janë ditë, këto janë ligje, këto janë sprova që na i vendosëm mesin e njerëzve. Në kohë sprovon pa besimtarët, kohën tjetër Allah i sprovon besimtarët. Në kohë ju jep mira besimtarëve, kohën tjetër ju jep mira pa besimtarëve. Pse kështu? Këtë është qëllimi që Allah subhanahu wa taala me ditë kush është besimtar i sinqert, kush është besimtar i cili ka me dyshë dhe ka smundje në zemrën tij. Ya'lam Allahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum shuhada. Do të këtu Allah subhanahu wa taala këto sprova për çka i bën? Me ditë ata që kanë besu për juve. Domthonë Allah i din mirë po me shfaq ata. Imanin tyre me shfaq edhe para tjerëve. Ata që kanë besu për juve mirë po thot edhe në qëllim tjetër që për juve me marr shahida. Kjo është një qëllim shumë i lartë për çka Allah subhanahu wa taala i sprovon besimtarët me gjendje të vështirë. Pastaj Allah subhanahu wa taala ka treguar që sprovat janë rruga mes teje dhe mes fryrës së Allah subhanahu wa taala. Sprovat janë rruga që të lidhin ty, domthonë ti je në anë të rrugës, xheneti i Allahut është në pjesën tjetër të rrugës, e kjo rrugë janë sprovat. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thot: "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum." Ata keni llogaritur, a keni menduar që keni hyrë në xhenet, edhe juve s'kam marrë sprovat me të cilat na i keni sprovu, edhe besimtarë që kanë qenë para juve. Masathumul basa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu mata nasrullah. Të vazhdimisht aty ne ju kanë ardhur vështirësi, ju kanë ardhur sprova. Wa zulzilu edhe toka në këmbët e tyre është dridh, s'ka qenë stabile. Don për sprova të mëdha. Derisa thot ka ardhur koha kur pejgamberi dhe ata që kanë besuar bashkë me pejgamberin çka kanë thonë, ku është më ndihma e Allahut. Mirë, nëse bojnë sabër edhe durojnë këto sprova, ela inna nasrallahi qarib. Me vërtet thot Allah keni vëmendje dhe dini që ndihma e Allahut është afër. Pra nëse ju i kaloni me sukses këto sprova, duke bërë durim edhe duke shpresuar në shpërblimin e Allah subhanahu wa taala, atëherë dini që ndihma e Allahut është afër. Pastaj nëse besimtar kur të na ndodhin këto sprova, atëherë e kemi obligim që e pas qëndrim ndaj këtyre sprovave, edhe mund dal para këtyre sprovave, edhe me qenë të fortë para këtyre sprovave. Jo me ra në këto sprova mund demoralizu apo mund dëshpëru para këtyre sprovave. Kjo është obligim për neve, që Allah kur Allah na sprovon me këtë gjendje të vështirë, atëherë ne me qenë edhe më të fortë se kur kemi qenë në gjendjen e rahatis. Allah subhanahu wa taala e përshkruan gjendjen e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata që kanë qenë rreth pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kohën e luftës së Khandekut në surën Ahzab. Thot aq shumë ka pas ushtri, aq shumë ka pas prova, sa që thot kanë ardhur ushtrit për mbi juve dhe në juve. Domthonë në gjitha anët kanë qenë të rrethum. Thot edhe kanë mbri zemrat deri te fyti, për shkak të frikës të madhe. Zemrat kanë arrit deri te fyti. Edhe keni fillu me mendu për Allahun mendime ndryshme. Mirë, po këto janë ndarë dy grupe, ata që kanë qenë rreth pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Janë ndarë munafikat, që kur kanë bërë këtë gjendje ndronë, çka kanë thonë? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu ila ghurura. Nuk na ka premtuar Allahu dhe pejgamberi i tij Muhamedi sallallahu alajhi wasallam veç se mashtrim. Nuk ka dashur na ka premtuar neve deri tash, kjo do kanë mashtrim. Ato premtime që na i ka bë, na nuk mundun me arrit. Përkundrazi, na kanë ardhur armisht në te pragu i shtëpisë, edhe s'po mund mas kryt me qitë e dera, atëherë këta e që na ka premtuar Allah dhe pejgamberi i tij na i kanë mashtrim. Kjo ka qenë fjala munafika. Mirë, po ka grupi tjetër, grupi besimtarëve sinqert. Cila ka qenë fjala atyne kur Allah subhanahu wa taala i ka sprovu me këtë. Domthonë ata kjo tregon se besimtarët, pavarësisht sa ju arsohet dunjaja atyne, pavarësisht sa janë sprova të mëdha,
Tamam ju arrit aq shumë janë sprova të mëdha sa që ata nuk shohin më prej kësaj dunjaje veç se errësirë, veç se terr. Mirë po, kjo tregon që besimtarët e mirë, besimtarët e sinqertë, që janë në rrugën e sahabeve, në rrugën e shokëve të pejgamberit sa pavarësisht se janë këto sprova, imani i tyre nuk lëviz. Imani i tyre është stabil. Edhe janë të bindur në premtimin që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë pejgamberit edhe besimtarëve. Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Sot kurse besimtarët kur i kanë pa ata alat që janë grumbullu kundër tyre, çka kanë thonë? Kanë kjo që na ka premtuar Allahu dhe pejgamberi. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Edhe të vërtetën e ka thonë Allahu edhe i dërguari i tij. Të vërtetën e ka thonë. Kjo është ajo na ka premtuar. Wa zadahum imanan wa taslima. Edhe thotë kjo sprovë e madhe, kjo gjendje e vështirë, ja ka shtuar aty edhe më shumë imanin, edhe ja ka shtuar aty edhe më shumë dorëzimin, edhe në shtrimin para Allahut subhanahu wa taala. Kështu do të më vepru besimtari, edhe ka obligim me vepru gjatë gjendjeve kohëve të vështira, kur Allah subhanahu wa taala i sprovon me armiq, kur Allah subhanahu wa taala i nënshtron para armiqve të tyre. Pra, premtimi që Allah subhanahu wa taala e ka dhënë të dërguarit tina Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe besimtarët tina nuk kthehet. Ai premtim Allah nuk e than. Edhe patjetër ka mu arrit. Allah subhanahu wa taala thot: "Fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusulah." Mos mendo që Allah ka më thy premtimin që u ka dhënë të dërguarve të tij. Inna Allaha azizun dhu intiqam. Allah është i gjithfuqishëm. Allah për çdo sen ka mundësi me bëj, çdo sen është i gjithfuqishëm. Dhu intiqam edhe merr hak. Allah hak merret ndaj shafirave për besimtarët e tij. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah e ka shkruar, e ka bë obligim. Allah thot, Allah për veten e tij thot, e ka bë obligim që ka me triumfu unë edhe të dërguarit e mi. Edhe me të dërguarit e tij na kush triumfon? Edhe ata që i pasojnë të dërguarit e Allah subhanahu wa taala. Inna Allaha qawiyyun aziz. Allah është i fuqishëm. Është aziz, është i pavarur, sovran është. Ka mundësi gjithçka me bë. On këtë tjerë janë të varur te Allah subhanahu wa taala, kurse ai është i pavarur. Edhe është i gjithfuqishëm. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah thot ne me të vërtet do t'i ndihmojmë të dërguarve tonë, por edhe atyre që kanë besuar. Në jetën e kësaj bote, edhe në ditën kur të dëshmojnë dëshmitarët, do në ditën e Kiametit. Wa laqad kadabna fi az-zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Thot na kena shkruar Lauhul Mahfuz, librin e Allah subhanahu wa taala. Mirë po edhe pas këtij librit që është Lauhul Mahfuz, thotë e kemi shkruar edhe në libra që kanë ardhur vazhdimisht të dërguarit e Allah subhanahu wa taala. Çka ka shkruar Allah aty? Çka ka bë obligim Allah aty? Thotë që tokën kush do ta trashëgoj? Do ta trashëgojnë robërit e mi që janë të mirë, robët e mi që janë besimtar, sinqert. Allah ka premtuar këto. Edhe ka bë obligim që robërit e Allah subhanahu wa taala, ata që janë punë mirë, ata që janë vepër, ata kanë me trashëgu tokën. Ata kanë me qenë udhëhesa të kësaj toke. To na si besimtar do të qenë bindun këto. Kjo është premtim që Allah na ka dhënë neve. Allah subhanahu wa taala pastaj në ajet tjetër vazhdon thotë: "Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardhina aw la ta'udunna fi millatina." Thotë ju kanë thonë ata qafirat, pa besimtarët, ju kanë thonë të dërguarve të Allah subhanahu wa taala, jo ose keni më kthy në fen ton, ose kena më nxjerr, kena më pirashtu për vendit tonë. Do këto fjalë na ndëgjojnë edhe tash për besimtarët. Ose kanë më bërë si shoqënia jonë që është kështu, ose në shkojnë vende tjera ku e praktikojnë fen. Do ku ja lejojnë praktiku fen, ashtu që çdojnë ta. Na po vazhdimisht ndëgjojnë për gazeta, në për media, që ata që dojnë me praktiku sunetin e pejgamberit në shkojnë në Saudi, në shkojnë në Arabi. Nuk e kanë vendin këto se na i na. Do kjo tregon që çdo grup që ka paraprik komi pas edhe pasardhësve. Tonë edhe këta që i thonë këto fjalë, janë të njëjtat fjalë që i kanë thonë para se tyne për qafirave, për pa besimtarë. Mirë po Allah subhanahu wa taala çka thot? Allah subhanahu wa taala i përgëzon besimtarët, i përgëzon ata muslimanët e sinqert, besimtarët e sinqert. Pas këtij kërcënimi që ja kanë dhënë ata,
që jo kanë bë, Allah i përgëzon besimtarët. Fa auha ilehim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Allah ju ka shpall të dërguarit e tij, edhe pasuesve të tyre, që kena mi shkatërru zullumçart. Kena mi shkatërru atyre që po ju bojnë pa drejtësi juve. Wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim. Edhe juve kena mi bë banor tokës pas tyre. Juve kena mi bë dhëhes tokës pasi që Allah t'i shkatërron ata. Don kjo është premtim për Allah subhanahu wa taala. Edhe na duhet me qenë të bindur këtë premtim. Edhe me vazhdimisht me shpresu, edhe me kanë bindur që ky premtim ka më arrit. Edhe pa dyshim që ka më ardhur. Pasaj ajetin çka thonë, dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Mirë po kuj Allah subhanahu wa taala ja jep këtë lartësi, këtë ngritje në tokë, këtë udhësi tokës. Dhe kjo është për ata që ju kanë friksu qëndrimit para meje, para Allah subhanahu wa taala, edhe ju kanë friksu kërcënimit tim. Çka kuptojnë për kësaj fjale, për këtij fundit të ajetit? Allah subhanahu wa taala ka thot që kena mi ngrit disa prej besimtarët për mbi qafirat. Edhe kanë me qenë më lart, kanë me qenë triumfues. Kush janë ata? Thot ata që ju kanë friksu qëndrimit para meje, edhe ata që ju kanë friksu kërcënimit edhe dëshkimit të Allah subhanahu wa taala. Don prej kësaj kuptojmë se ky premtim që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë, edhe ky përgëzim që Allah subhanahu wa taala i ka përzu besimtarët, na duhet që mund dal me vetët tona edhe me pyet veten tonë, a meritojnë na këtë premtim? A meritojnë na me qenë prej atyre që kanë me udhëheq tokën, që kanë me qenë udhëhesa së tokë dhe kanë me qenë njerëz më të lartë edhe ngapnimtar këto. Po ata që e meritojnë këto kush janë? Janë ata që e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala edhe bojnë vepra të mira. Janë ata që i kryjnë urdhat e Allah subhanahu wa taala dhe ndalen prej harameve, ndalen prej ndalesave të Allah subhanahu wa taala. Pra, Allah subhanahu wa taala ka më dhënë këtë ngritje, këtë lartësim tokë besimtarëve që janë të veçantë. Besimtarëve, cilë i veçan Allah subhanahu wa taala, ata janë awliya Allah, ata janë miqtë e Allah subhanahu wa taala. Ata që i friksohen Allah subhanahu wa taala, edhe i veprojnë urdhat e Allahut, i kryjnë urdhat e Allahut dhe ndalen prej harameve, prej gjinave të Allah subhanahu wa taala. Prandaj muslimanët ai sa kanë praktikuar fen Allah subhanahu wa taala, aq ka qenë ndihma e Allahut me ta. Sa më pak që kanë praktikuar fen Allah subhanahu wa taala, aq më pak më e vogël ka qenë ndihma e Allahut për ta. In tansurullaha yansurkum. Është kusht. Allah ka bë kusht. Nëse ju ndihmoni Allahun, Allah ka më ndihmu juve. Po nëse ju ndihmoni fen Allah subhanahu wa taala, duke zbatuar urdhat e Allah subhanahu wa taala, Allah ka më ndihmu juve. Mirë, po nëse jo filloni me lënë urdhat e Allah subhanahu wa taala ose me i bëj gjunat e Allah subhanahu wa taala, atëherë edhe ndihma e Allahut ka më qenë më e vogël, ka më qenë më e pakët. Po ata që e meritojnë këtë ndihmë të Allah subhanahu wa taala, edhe që e meritojnë me jetu edhe me përjetu këtë ngritje të Islamit edhe këtë lartësim të Islamit, janë besimtarë të vërtetë. Janë besimtarë të sinqertë, e janë ata që e kanë frikë, që janë takva, që e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Pra, Allah çka thot? Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Allah t'i takon krenaria të dërguarit e tina, mirë po edhe besimtarëve. Po besimtarëve që janë sinqert, besimtarëve që janë ashtu që kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo që janë në rrugën e tyre. Po që i binden urdhave të Allahut e që largon prej gjunave të Allahut, prej ndalesave të Allahut subhanahu wa taala. Pra veprat e mira janë ushtria e Allahut subhanahu wa taala. Veprat e mira të besimtarëve janë ushtria e Allahut subhanahu wa taala, ushtri me cilën Allah i ndihmon besimtarët kundër kafirëve. Ushtri me cilën Allah subhanahu wa taala i largon këqijat prej besimtarëve. I largon kurthat e armiqve prej besimtarëve. Veprat e mira. Don pineve vetëm kjo kërkohet, me bë vepra të mira. Me pas frikë Allahun subhanahu wa taala, me bë vepra të mira dhe mund dal pe harameve. Nëse dojna me arrit që me qenë që e kemi obligim si besimtar që vazhdimisht me pas qëllimi jonë me kanë me qenë më të parë të kësaj toke, me qenë më të lartë e kësaj toke. Na kemi haram, e kemi ndaluar me kanë në shtrumë dhe me kanë për ulën para qafirave, para besimtarëve. Edhe Allah subhanahu wa taala
ja ka dhënë besimtarët të parë këtë premtim. Allah ka përmbush premtimin e tina. Mirë po pasi që ata kanë përmbush kushtin. Kur ata i kanë ndihmu fesë Allahut, Allah i ka ndihmu aty. Prandaj se shumë të muslimanët e parë nuk kanë pas shumë mjete. S'kan pas teknologji sikurse qafirat, sikurse armiqtë e tyre. Mirë po me besimin e tyre sinqert, me besimin e tyre të madh, me bindjen e tyre në premtimin e Allahut subhanahu wa taala, kanë arritur që poshtë 2 perandorit më të mëdha të asaj kohe. Çka tregon kjo? Tregon që ne si musliman, Allah i njëjtë është. Si për sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si për neve, si për ata që vinë mas neve, i njëjtë Allah është i gjallë, edhe kur nuk vdes. Prandaj, pse jo ka dhënë Allah ndihmë atyre, pse nuk po na jep neve? Pse Allah i ka ngritur ata lart e neve po na nështron para qafirave? Don kjo tregon që dobësia edhe shkaku i mos realizimit të saj është tek na, është tek ne. A tregon që në çdo kohë, në çdo vend kur muslimanët e përmbushin atë kusht, kur të ndihmojnë fenë Allahut, Allah ka më ndihmuar aty. Në çdo vend në çdo kohë kur muslimanët nuk e përmbushin atë kusht, Allah ka më nështruar ata dhe ka më sprovu me qafira. Pra Allah në gjatë gjithë historisë, në çdo vend, edhe çdo ngjarje që ka ndodhur, çdo armiqësi që ka ndodhur mes besimtarëve dhe pa besimtarëve, nuk i kanë ndihmuar besimtarët pse kanë qenë më të fortë, ose pse kanë pas mjete më shumë, ose pse kanë qenë numër më i madh. Përkundrazi, nëse shikojmë gjatë gjithë historisë, muslimanët gjithmonë kanë më pak numër edhe më pak të përgatitur me mjete. Mirë po Allah ju ka ndihmuar për shkak se imani i tyre ka qenë i lartë, imani i tyre ka qenë stabil. Edhe bindja në Allahun ka qenë bindje që nuk ka qenë e lohatshme. Prandaj kjo bindja ju mungon muslimanëve të sotshëm, muslimanëve bashkëkor. Nuk janë bindun që nëse ata e ndihmojnë Allahun, ndihmojnë fenë Allahut, Allah ka më ndihmuar. Për këtë arsye Allah nuk i ndihmon. Mirë po në momentin kur muslimanët kanë me bind veten e tyre, që Allah ka më ndihmu, nëse ata ndihmojnë fenë Allahut, atëherë padyshim që ndihma e Allahut nuk është larg. Edhe padyshim që ndihma e Allahut është afër. Pra nëse na jena të sinqert me Allahun subhanahu wa taala, atëherë na mbetet vetëm me prit ndihmën e Allahut. Nëse na jemi sinqert me Allahun, atëherë mbetet vetëm me prit ndihmën e Allahut, edhe ndihma e Allahut ka më ardhur. Këtë arsye ka ardhur në hadithin e Abdullah ibn Amrit, që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Ta'til fitnatu fa yaqulu al-muslimu hadhihi muhlikati." Thot vazhdimisht ardhen kanë marrë fitnë për muslimanët. Thot vjen një fitnë, një sprov, a çka thot besimtari muslimani, thot kjo sprov ka më shkatërruar mua. Thumma tankashaf. Pastaj largohet kjo sprov. Fa ta'til ukhra, pastaj vjen një sprov tjetër, edhe më e rëndë, edhe më e madhe. Fa yaqulu al-muslimu hadhihi muhlikati. Kjo sprov ka më shkatërruar mua. Kjo fitnë ka më shkatërruar mua. On pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që vazhdimisht ardhen muslimanët kanë sprovu. Mirë po, a na kalon neve pas zgjidhje, apo a na ka mbyll neve këtë dyrë që mos me di çka me bë kur të vinë këto kohë? Përkundrazi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka treguar umetit tina, çdo të mirë ja ka bërë të qartë, çdo të mirë që ty dërgon te në xhenetin Allah subhanahu wa taala, neve na ka sharru pejgamberi. Çdo e keqe që dërgon në xhehenamin Allah subhanahu wa taala, neve na ka tërheq vërejtën prej sanës pejgamberit. Po feja Allahut është e plotësuar. Prandaj edhe për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk na kalon neve në mjegull, mos me di çka me bë kur vin to kohë sprova, to kohë të fitnave. Mirë po na ka treguar se çysh do të na mos sjell, çfarë gjëse me pas, çfarë vepra me pas kur vin to sprova. Ajo është që ne me pas iman sinqert, me pas iman stabil, me pas iman të palohatshëm, bindje të palohatshme, edhe vepra të mira, nëse dojna mi kalu këto sprova, nëse dojna që prej këtyre sprovave me dal edhe më të mirë se kemi qenë para sprovave. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që veprat e mira janë ato vepra që i forcojnë këmbët e besimtarëve, edhe i ngritin besimtarët në grada të larta, në shkallë të larta në këtë botë edhe në botën tjetër. Për këtë arsye, gjithashtu në Sahih Muslim ka ardhur hadith tjetër pe Abdullah ibn Amrit, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Badiru bil a'mali fitanan ka qit'i laylil mudlim." Thot, shpejtoni me bë punë të mira në kohën kur vijnë sprova, të cilat janë sikurse pjesë të errta të natës. Don pjesë më të errta të natës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përshkruar që ntarmë kanë marrë kësi sprova.
Mirë, po çka thot jo shpejtoni. Do të bëni gara njëri me tjetrin me bë punë të mira. Që kur të vinë këto sprova, mu kalu me lehtësi. Ashtë vështira janë këto sprova që pejgamberi sa çka ka thonë, fayusbihu al-mu'minu mu'minan wa yumsi kafiran. Thot muslimani për shkak të këtyre sprovave zgjohet mëngjes besimtar, mirë po në mbrëmje bëhet kafir. Sprova të mëdha. Wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Thot gjithashtu në mbrëmje është besimtar, mëngjes bëhet çohet pa besimtar. Do është sprova të mëdha. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Është fenë e tina për një qëllim të kësaj dunjaje, për një dobi të kësaj dunjaje. Mirë, po çka më bë kur vin këto sprova? Thot bëni punë të mira, veproni punë të mira. Kjo është zgjidhja që ty të shpëton, kjo është zgjidhja që ti nëse e realizon këto, e kalon me sukses, i kalon me sukses të sprova dhe kemë qenë pi besimtarëve të sinqert, kemë qenë pi besimtarëve të paullatshëm. Veprat e mira, hiç më shumë. Veç veprat mira më bëu dhe mund dal prej gjinave, prej harameve të Allahut subhanahu wa taala. Pra obligim për muslimanët është që kur vijnë këto sprova, mi prit ato me sabër, me durim të paluajtshëm, me iman të vendosur, me iman stabil. Edhe në këto sprova besimtari duhet të më kthy në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Qysh i ka kalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sprovat kur i ka ndodhur këto vështirësi, këto kohë të vështira, këto armiqësi prej kafirëve, si ka kalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto sprova. Më kthy te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sepse në sunetin e tina e gjen atë që ty të mjafton. E gjen mësimin e duhur edhe veprat e duhura që ty të mjaftojnë se çka më bë kur ty ndodhin këto sprova. Çka më bë kur ty të vinë këto kohë të vështira. A pejgamberi Allah subhanahu wa taala ka tregu që shembullin më i mirë për neve kush është? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Wala kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Keni pas në të dërguarin e Allahut shembullin më të mirë. Por kon limen kana yarju Allah wal yawmil akhir. Për ata që shpresojnë Allahun edhe ditën e fundit. Ata shpresojnë kënaqësinë e Allahut edhe ditën e fundit me qenë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po para kësaj, por mi kalu këto sprova më mirë do të me lexu me qysh çka ka thonë Allah subhanahu wa taala në librin e tij. Qysh ka tregu Allah subhanahu wa taala në librin e tij ku është shpëtimi kur vijnë këto sprova dhe këto vështirësi. Ku është ai hajri, ajo e mira që nëse veprojnë besimtarët, kanë me shpëtu edhe kanë me kalu këto sprova me sukses. Me lexu librin e Allah subhanahu wa taala. Pastaj duhet muslimani me qenë i bindur që caktimi i Allahut, Allah kur ka caktuar një send patjetër ka më ndodh. Prandaj edhe këto sprova, këto kohë të vështira që kanë ndodhur këtë kohë, kur musliman domethënë janë të nështruar, janë të nështruar, janë të poshtruar para kafirave, ku ka caktimi i Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë caktim të Allahut subhanahu wa taala nuk e largon asgjë. Këtë caktim të Allahut subhanahu wa taala nuk e largon shpresat apo ëndrat e kota. Këtë caktim të Allahut subhanahu wa taala nuk e largojnë thirrje të ndryshme. Mirë, po kur ndodh caktimi i Allahut subhanahu wa taala, atëherë diçka që Allah ka shkruar në librin e tij, Lauhul Mahfuz, dhe ka caktuar më ndodh patjetër më ndodh. Mirë, po Allah subhanahu wa taala ka tregu ty rrugën, se çka më bëti kur ndodhin këto sprova këto kohë të vështira. Do thotë me u friksu Allah subhanahu wa taala, me pas frikë Allah subhanahu wa taala, me bë punë të mira dhe me largu pi gjinave. Edhe në këtë mënyrë ka me arrit në ndihmë e Allahut, edhe Allah ka me përmbush premtimin e tij, e që është që muslimanët kanë ngritur dhe kanë lartësuar këtë dunjë, dhe kanë bërë dhesa të kësaj dunjaje. Elusim Allah subhanahu wa taala që më na bën neve për atyre që kena më arrit me përjetu triumfin edhe lartësimin e kësaj feje gjatë jetës tonë, dhe gjithashtu me kanë të lartë edhe krenar kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.